Qysh e kujtoni fëmijërinë tuaj? Fillimisht dëshiroj t'ju falenderoj dhe të uroj për emisionin tuaj, Ergjan. Është një emision të cilën e përgëzoj për punën, për fillimin tuaj në këtë mision medial dhe besoj që do të ketë sukses jo dhe normalisht edhe perspektivën të cilën e keni përpara. Fëmijërinë time e kujtoj është njëra nga periudhat më të mira të jetës time. Unë jam rrit me një fshat, i cili është fshati Dobrava, i njohur edhe nga opinioni publik, i banuar kryesisht me komunitetin në Shkali. Kam qenë shkollën fillore në infrashtin e Zaskak. Jam djalë i dytë në familje, motra më e madhe, kurse pas meje janë edhe 2 vllazni dhe një motër, domethënë kemi qenë 5 fëmijë. Por në aspektin e djemve im ka një pari në familje, domethënë nuk ka pas lindje të fëmijëve një kohë gjatë, dhe pi djemve kam lindi pari në familje dhe kam pas një dashuri të veçantë prej gjithëve, jo vetëm prej familjes ngushtë, por edhe prej koshëreve, edhe prej të afërme. Edhe kam emrin e babgjyshit tim, Çazem e ka pas edhe ai. Dhe kështu që pak si një djalë i cili kanë ditë pak edhe me lazdru, por përkundrazi kam qenë shumë i mirë në mësime, edhe i dëgjueshëm. Kam qenë shumë i shoqërueshëm, kam shumë shok tjetës të cilës nga fëmijëria më kanë mbet ende dhe vazhdoj edhe me ta ende sot shumë i afërt me ta. Një djalë i cili gjithmonë e ka pas prioritet shkollimin, mësimin, pastaj normalisht edhe lojën me gjeneratën e tij. Anën tjetër kam qenë i dëgjueshëm sepse ne kemi marrë edhe bakti. Unë shpeshherë nuk e mshefi këto, kam qenë edhe duke i rujt baktit, sepse me ata ne edhe si familje kemi jetuar në fshat dhe kujtoj shumë gjëra të mira të cilët sot e ditë kisha pas dëshirë t'i përjetoj prapë, por është një gjë që nuk mund ta kthesh. Fëmijërinë time pas këtyre aspekteve familjare, shoqërore, shkollore etj. Ajo që kam mjet në kokën time të cilën shpeshherë kujtoj është edhe që ne edhe si familje kemi pas shumë probleme me okupuesit serb dhe për shkak të xhaxhit tim Sabitit, ai ka qenë i përndjekur nga regjimi jugosllav serb dhe shpeshherë kujtoj që kur vishin policia dhe ushtria serbe me kërku, o deshkone me dal te dera dhe jo në një oj madh, për shkak se mund të ketë të lasha ata, dhe shpeshherë unë deshke me dal me jo përgjigje që sa s'kosh këto, dhe shpeshherë edhe friga si fëmijë ka ndodhur. Tjera gjëra kanë qenë të lumtura, mi kam plotësuar gjitha kushtet që i kam kërkuar me ato mundësitë të cilët i kam pas familja dhe kam qenë fëmijë i gjallë, i shoqërueshëm, i lumtur kaq. Cilat janë kanë ëndrat e tua si fëmijë? Me të thënë drejtën, kur në jetë nuk e kisha menuar që do të isha në fushën e politikës. Si fëmijëri normalisht gati çdo fëmijë kur ta vetësh çka ki qef më bë, ai gjithmonë e merr shembull mësuesin e vet ose mësuesen e vet. Do thonë gjëja e parë që shkon në kokë, ki dëshirë më bë si mësuesi ose si mësuesja. Dhe ndoshta si fëmijëri kam pas dëshirë më kom mësues. Por me kalimin e kohës ndryshojnë rrethana, ndryshon jeta, shikon gjërat pak më ndryshe dhe normalisht me kohën unë në klasën e 8 jam zgjedh drejtari i një organizate shoqëritare. Po për shkak moshës të cilën e kisha nuk më ka organizata më regjistru në emrin tim. Dhe çka ka ndodhur në atë kohë, organizata u quajt Zëri i Rinisë, Voice of Youth, dhe ka qenë organizatë rinore për fshatin Dobrava, për të rritë fshatit Dobrava. Dhe organizatën e kemi regjistruar në emrin të dikujt tjetër, të një triu që i kish mbi 18 vjet, kurse unë e udhëheqsha. Domethënë deri në moshën kur i bëna 18 vjet dhe pastaj kaloi organizata tek unë. Do thonë, kjo ka qenë hapi i parë kur komunist më bë shërbëtor publik. Po e quaj ata shërbëtor i trive në aktivitete rinore, kulturore, sportive. Kemi organizuar evente, ngjarje të ndryshme, trajnime, seminare të ndryshme për të ri, për luftimin e dukurive negative, për aspektin e integrimit, për aspektin e avokimit etj. Dhe kështu të kanë nis
kjo aspekti që unë me hi si figurë publike, më janis me u marrë me komunitetin, më janis me u marrë me shoqërinë, me problemet e shoqërisë. Edhe gradualisht unë kom punu tana deri në përfundim të shkollës mesme, kom punu si organizatë qeveritare, si pjesë e shoqërisë civile. Mos ta harroj, një pjesë kam punu edhe gazetar në Radio Ferizaj, radio lokale që është radio para lufte, që ka qenë e vazhdon edhe sot, ka qenë medium përpara shtetëror, tashti është në cilësi të AQ-s, po është një ndër radiot e regionit më të madh në regionin e Ferizajt, me bashkëpunim me Caritas Kosovën, e vazhduam me misionin Zëri i Rinisë, aty unë vazhdova tani më jap gjysore jap shumë lajme, gjysore më shumë emisione ndryshme, intervista si lloj e tillë që e keni edhe jo. Dhe pastaj masi përfundova gjimnazin, edhe shkova në Suedi. Në Suedi kam qëndru 3 vjet e gjys, atje kam vazhdu edhe të atje thjerë të hyk skulën, këto qohë shkollë e lartë, ma këto ndru kë sistemi, ma nuk ka shkollë të lartë, ka direkt fakultet, edhe atje kam vazhdu shkenca sociale politike janë bashkë, po atje që ka ke e mira, unë e vazhdova prap emisionin në radio shtetërore, radio Troletan, thirë, të është një YouTube, disa emisionet mija në gjuhën shqipe. Dhe më thonë, pas që isha atje, vazhdojsh edhe aspektin prap në shërbim të komunitetit, vazhdova këtë emisionin atje dhe njerëzit o që diqën qyshën Suedi për herë, për komunitetin e Shkalia Fjala, për herë par një medium në gjuhën shqipe, nisa me marrë intervista, me dalë në teren, po që kam une o dheza në këtë drejtim, ishtë që une pasha emisionin gjuhën bosnjake, gjuhën arabe, gjuhën turke, komuniteteve ndryshme që kanë migruar me vitet e tëra atje, dhe në vike që di pse s'ka edhe në gjuhën shqipe. Pastaj s'kisha funksion institucional, adhe klube ishin si gjysh në dzez të funksionu, shkova e takova kryetarin e komunës atje. Ata njerëzit ishin që 20 vjet nuk e dishin as kush ka kryetar komune asen, e takova, i kërkova që më na jap një objekt për një organizatë dhe për ashtu edhe ritmet fetare i bajshin atje. E fitova atë objektin pi komunës në mënyrë legjitime, në më thonë bashkëpunim me komunën, e fitova i misionin në Radio Troletan, dhe kështu të shkoj një kohë që vazhdova 3 vjet e gjys atje, dhe pastaj u ktheva në Kosovë. I kom pas gjitha mundësit praktike që unë të jetoj në Suedi, në më thonë të marrë qëndrim, qoftë në aspektin e martesës, qoftë në aspektin tjetër me puna apo me diçka, por besoni jam shumë i sinqert që asnjëherë nuk e kom pas idenë që të jetoj në Gërbet. Thonë, pas përfundimit jeta jeme gjithmonë në konsunim në Kosovë, dhe jam kthy në Kosovë në vitin 2011, kam vazhduar rrugtimin politik. Thonë, aty puna e formën pa i dhe kështu të vazhdova rrugtimin politik ditë pas ditëve dhe tani në 2011, tani 2025, veç u banë në 6-17 vjet në politikë. Kush ka qenë figura që ju ka ndikuar më shumë të gjatë rritjes? Gjatë rritjes në politikë ki fjalën. Gjatë rritjes prej fëmirisë deri tash. Ere, këta ndalë fusha në aspektin e familjar, e marrë shembull babgjyshin tim, edhe emnin e të cilët e mbaj, sepse ka qenë një burr i cili ka qenë familjar, ka qenë i cili mbrell për familjen, i vendosur për familjen, punëtor i madh që e ka rujt familjen, dhe gjithmonë mundona që i dashur për familjen, mundona me marrë ata shembull në aspektin familjar për familjen, mundona me marrë shembull ata sepse krejt çka kem pasuni e të rol e shka kina rrit njëtën tonë, krejt e kina për ti. Thamë për kulturës, për edukimit ti, qoftë edhe zanatët të cilët i ka baba, me gjallarët të cilët punojnë ndërtimtari i kam për ti, dhe me ta kemi gjallëruar jetu. Me thonë, e falenderojmë dhe mëshira e Zotit që më për ta, i kemi prej ti krejt, ati jadim për nërë, mënona kështot. Në aspektin politik, në fushën cilën punoj, do të thotë, mundona ta marrë shembull njerëzit më të mirë të mundshëm të cilët kanë pas karrierë politike. Nuk dëshiroj me potencu asnjë emër tash, sepse mund të preket dikush, por jo thuajeni emër. Por në aspektin për më marrë me komunitetin, edhe me
më motivu më marr me komunitetin janë dy emrat të cilët unë gjithmonë i kujtoj. Është Skënder Bostrakaj, ka qenë drejtari i departamentit rinisë në Ministrinë për Kulturë, Rini dhe Sport, tash më zgabofsha është në drejtari i trashëgimisë kulturore. Është një njeri që më ka motivu shumë për më marrë me komunitetin tim, dhe është Sakibe Jashari, që ka punu në atë kohë në komunë, zyrtare unë Mikut, dhe ma ka dhënë mbështetjen më të madhe kur unë nisa më marrë me komunitetin. Çfarë roli ka pasur familja në formimin tuaj si njeri edhe si udhëheqës? Edhe asaj dite të kalume edhe tash, familja është shtylla kryesore e cilat motivon për të ardhmen dhe për karrierën tonë. Nëse nuk e kim mbështetje familjen, jo veç profesionin politik, pa asnjë profesion tjetër të jetës, nuk mundesh me arrit nëse familjen se ki motiv, nuk e ki shtytje, nuk e ki mbështetje, nuk e ki përkraje, asnjëherë nuk mundesh me arrit aty ku mendon ti. Dhe familja eme pas gjitha vështirësive që kemi pas, sakrificave, pas gjitha kushteve etj, është mundohet të më dhanë mbështetje maksimale në idetë e mia, në karrierën time, në detet të cilët unë e vazhdoj edhe në politikë, po edhe jashtë politike, dhe mendoj që jam falenderues dhe jam shumë mirënjohës secilit nga familja ime, nga baba, nana, vëllezërit, motrat dhe gjithë familja përgjithësi, e cila gjithmonë edhe kur kam pas krizat ndryshme në jetë, ata kanë qenë rrugdalja, kanë qenë motivi për të tejkaluar këto kriza, dhe janë tepër miqësor në aspektin kur bisedoj për të tejkaluar qoftë një sfidë apo qoftë një sakrificë të cilën unë e nisi, dhe gjithmonë kom arrit t'i dalë në krye në mbështetje të familjes. E përmende Sabet Ramanin, edhe Sabet Ramani është lideri i parë i komunitetit Ashkali, deputeti i parë. A më është pak me na tregu çfarë të lidh me Sabet Ramanin, edhe pak a shumë me na tregu pse e ka ndjek regjimi serb gjatë luftës. Sabeti në aspektin familjar është djali i vogël i babyshit tem. Më thonë, unë jam fëmia i parë i shtëpisë, dhe do të thotë normalisht edhe fëmia mundohet tana kuro me gjetë ato që mundet më shumë të me shfrytëzu kohën e lirë edhe më kanë i kënaqur dhe i lidhur me to. Unë jam kanë si fëmijë shumë i lidhur me Sabetin. Dhe më thonë, Sabetin e kam miq, dhe më thonë vëllat të babës, dhe Sabeti ka qenë fëmia ma i vogël i babyshit tem, dhe më thonë, ka qenë gjithmonë i lidhur me mu, shumë herë kemi flejt bashkë si fëmijë. Ai ka qenë motivi edhe i familjes. Sabeti me profesion ka qenë imam, hoxh, teolog. Krejt çka ku marrit dijen nga Sabeti në aspektin fetar ku marrin nga ai, pastaj edhe në medrese ka qenë propozimi i tij, kur kam shku 2 vjet kam qëndruar në medrese. Dhe kështu që më ka lidh shumë me ta, ma shumë me Sabetin se sa me babën tem. Nëse kom pas diçka që nuk o dish mi tregu babës, si kom tregu Sabetit, dhe ai ma ka pas zgjidhjen, dhe realisht më shumë ti që mi ka plotsu dëshirat, mi ka plotsu ai, se çdo se e moj men për shembull PlayStation e parë, ai ma ka ble, ose kompjuterin e parë, ai ma ka ble. Kështu që jam kanë shumë i lidhur. Pastaj komuniteti kur pat nevojë mi dal në krye një njeri mi udhëheq dhe mi afru edhe lirin, mi afru edhe çdo gjë që Ashkalit e kanë. Ajo ja nisi në fushën politike, shumë pak kohë ka pas më marrë me neve, me familjen, shumë në atë kohë ka qenë krizë, ajo marrë me popullatën, dhe Ashkalit që ka du që kanë sad, kanë nga vepra, sakrifica, puna, angazhimi i tij. Emri Ashkali identifikohet me emrin e Sabet Ramanit, me punën e tij, simboli kombëtar identifikohet me emrin e tij. Integrimi, përfaqësimi në institucione për herë të parë identifikohet me emrin e tij, dhe na jemi krenar si familje. Tek e fundit ja kemi pas obligim këtij vendi, ja kemi pas obligim këtij populli, e ka bë punën e tij. Shpesh herë familja thaj që inshallah nuk do më dikush me marr rrugë politike në familje, por ja që ndodh, të më thonë, ja edhe unë sot jam politik, jam krenar që e udhëheqi një parti të cilën e ka udhëheq ai në detë e para në formimin e saj, Partinë Demokratike të Ashkalive të Kosovës, dhe kjo është
gjëja më e mirë e mundshme që unë jam krenar që udhëheq një parti të xhaxhit tim, sepse kjo parti u formu në kohën e sakrificës, në kohën kur ashkalit kanë pas më së shumë të nevojë, ka qenë parti e cila i ka promovuar të drejtat e ashkalive dhe i ka mbrojtur ata, dhe unë jam krenar që sot PDK-ja ka 26 vjet dhe nga një udhëheqës i cili ka qenë është lider historik i komunitetit ashkali, sot është një djalë të ri të cilën perspektiven mendoj e kemi përpara, nesër mund vjen dikush tjetër, por jemi në gjendje stabile, PDK-ja amëza ashkalive. Pse është përndjek prej regjimit serb? Ai Siri asnjëherë nuk u pajto me diskriminimin, nuk u pajto asnjëherë me okupimin, nuk u pajto asnjëherë me aspektin që dikush tjetër ta sondoj Kosovën kur jam pakicë e populli shqiptar shumicë bashkë me ashkalit, gjithmonë kemi qenë krahas shqiptarëve dhe Siri në moshën 18 e gjys, 19 vjet i ka letra për me shku në ushtri serbe, jugoslave. Ai nuk ju ka përgjigj, ka shku, ka ik pi ushtrisë, nuk ka desh me nejt në ushtar, s'ka desh mi shërby një regjimit jugoslav serb dhe ka filluar normalisht për djekja ndaj atij dhe kështu të detyru gjithmonë të jetë ilegalisht. Anën tjetër ata na kanë pas pak sy edhe si familje, se familja jon ka qenë edhe pjesë e lidhjes demokratike të Kosovës, në atë kohë ajo ka qenë partia e vetme në atë kohë të viteve, po flas 90-99 dhe kështu që nuk kemi pajtuar me regjimin dhe e kanë gjetë që të pikën e dop që pse ky po ik për ushtrisë, nuk pi shërben shtetit, më thave thash, kjo ka ndodhur vitin 96-97 dhe o obligu me lëshu këtë Kosovën, me shku në Siri, domethënë në Damask, dhe ka shku në Damask në studime për teolog, për aspektit imamit, ka qëndruar atje, pastaj në luftë, edhe mas në vitin 99 u kthyer në Kosovë, duke menduar që është një liri, gjithçka rregull, ka me vazhdu jeta mirë, por ndodhi diçka që komunitetin ashkali e fotën me një thes me të tjerët dhe nuk ishin lëvizje të lirë, nuk ishin të integruar dhe prap vazhdoi rrugën për me mbrojtë edhe komunitetin ashkali dhe kështu që shëdin edhe gjithë opinioni, është kryetari i parë i ashkalive, deputeti i parë, pastaj flamuri kombëtar, pastaj riorganizimi, integrimi dhe sot ditë ashkalit u bën 26 vjet dijen të lirë barabartë me të tjerë. Çka e lidh me OÇK-n Sabit Ramani? Nuk flas për këtë temë sepse s'ka fol asnjëherë edhe ai vet. Çka më me thon është që Pa mundesh me na dhoni detaj për ne. Çka më me thon këtë temë është që ai ka shërby vendit, e ka pas obligim si çdo vajzë edhe si çdo djalë që e ka pas obligim të shërby vendit për liri, pavarësi, demokraci. Do thotë edhe sot sikur të ndodh diçka me këtë vend, e kena obligim secili nga ne të shërbina vendit. Është emocionale të krenosh me diçka që i ke shërby vendit. Nuk ban të krenor sepse e ki obligim, që thojna na e ki farz, me mbrojt atë dheun, me mbrojt fejen, e ki farz, kështu që kur du shëndodh ajo, që ata jem, prap edhe si familje, edhe si jam, do të jemi në këtë pjesë. Çka të ka shty me hyn politik, edhe me marrë përsipër përgjegjësinë e një liderit komunitetit pakicë në Kosovë? Unë e thash në fillim, ndoshta asnjëherë nuk e kam bën mend që do të jem pjesë e politikës, por ka njëherë koha po ta imponoj këni gjë të tillë. Në herën e parë kam qenë këshilltar i ministrit punës mirëqenie sociale. E kam pa që më shërby shumë vendit edhe komunitetit tem. Për herë të parë, pozitën e parë publike në institucione e kam pas këshilltar i ministrit punës dhe mirëqenie sociale. Në vitin 2013 kam qenë i zgjedhur asambles në kuvendin komunal të Verizaj 2013-2017. Po të njëjtin vit në 2013 në qeveria u formu në vitin 2014, jam zgjedhur zavendës ministër i punës dhe mirëqenies sociale në atë ministri ku isha këshilltar. Kam qëndruar aty deri në vitin 2016, shkon në zgjedhje, në 2017 vazhdova zavendës ministër në Ministrinë e Kulturës, Rinisë, Sportit, pastaj mandatin tjetër zavendës ministër në Ministrinë e Komunitetit u ktheva prapë në Ministrinë e Kulturës si zavendës ministër dhe në fund zavendës ministër në Ministrinë e Financave, Transfereve të punës dhe atë qëndrova pak dhe u ktheva në kuvendin e Kosovës si këshilltari nën kryetarit kuvendit dhe tani jam kryetari i PDK-s. Domethënë këto çështje
kanë ndodhur ko pas koha, aty ku jam kanë shërby në nivel vendi, kam shërby institucionit, i kam shërby komunitetit tim. Si djali i ri, askush deri më sot nuk ka arrit mi pas 5 kryeministra mi kalu. Kam kaluar nga kryeministri ish presidenti Thaçi, pastaj kryeministri Mustafa, kryeministri Haradinaj, kryeministri Hoti, kryeministri Kurti, dhe kështu që gjithë gati kryeministrat i kam kaluar në pozita dhe kam bashkëpunuar me secilin nga ta dhe me ministrat të ndryshëm. Kështu që ka qenë një përvojë e mirë, i kam shërbyer komunitetit tim, i kam shërbyer institucionit përkatës ku kum punu, i kam shërbyer vendit dhe jam krenar për të kaluarën time. Inshallah ja arrin dikush tjetër, por deri më tani në komunitetin tim mi kalu 5 kryeministra, më kanë asambles, më kanë kryetar partie në karrierë politike për një kohë shumë të shkurt, nuk ka mujt mi arrit, po inshallah ja arrisin tjerë. Por ndoshta aktiviteti im, energjia ime, forcën të cilën çdo sfidë kum të i kalu, përkraja shoqërore, përkraja institucionale, përkraja kolektive, përkraja partijake, përkraja e rrethit, e familjes, që e thanë, ka arrit që unë të jam pjesë e kryerjes institucionit. Hashim Thaçi apo Albin Kurti? Pa diskutim Hashim Thaçi. Pse? Unë mendoj që Hashim Thaçi është njëra ndër figurat e historisë të Kosovës të shkruar me gjerma të artë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ka qenë drejtar politik i OÇK-s në moshën shumë të re, 22 vjeçare, një djalë 22 vjeçar me udhëheq një ushtri të cilën ka sjell liri, ka qenë sakrificë, ka qenë i përndjekur non-stop nga regjimi jugoslav-serb, ka qenë ai i cili ka kontribuar në integrimin e Kosovës, ndërtimin e institucioneve të Kosovës, shpallës i pavarësisë të Kosovës, president i Kosovës, ndryshimin e infrastrukturës e jetës së qytetarëve në Kosovë, sa ai ka qenë kryeministër në vitin 2007-2014, miqdasës krijimin e stabilitetit, paqes në Kosovë, dhe mendoj që sot ai është atje padrejtisht ku është, dhe mendoj që shumë shpejt i kthehet popullit Kosovës, dhe krejt këto sene që i numërova është pa diskutim Hashim Thaçi, i cili gjithmonë ka me qenë në historinë e Kosovës. Çfarë mendimi ke për qeverisjen e Albin Kurtit? Mendoj në aspektin e politikës të jashtme është dështuese, në aspektin e politikës në brendshme është propagandë, në aspektin e zhvillimit ekonomik shumë pak. Më thonë, ndoj një digastere, nuk mëj me jop një mendim të përgjithshëm, por çka mëj me thonë, është që Albin Kurti është i lexueshëm, është në profilin e tij është shumë i dijshëm, por nuk është lider. Më thonë, ka aftësi, por lider nuk është. E lideri është unik. Lideri krijon unitet, lideri krijon miqësi me tjerët, lideri vendin e pasqyron gjithmonë duke i afruar shtetet mike, jo duke i larguar. Cilësia e liderit edhe cilësia e udhëheqësit dallojnë. Çdo njeri mund të më bëjë udhëheqës, por lider është shumë vështirë më bë. Mendoj që është udhëheqës, është kryeministër në detyrë, por nuk e di pasi të ka lënë Kurti nga kryeministri. Në ide do të ka lënë, nuk e di për çka kena me mbajt me. Me thonë e ka bë këtë rrugë të madhe, e ka bë këtë shkollë të madhe, e ka bë një guri, e ka qitë këto dhe kjo bë prej Albin Kurtit. A den me menu edhe gjeneratat e ardhshme, kur të vinë me thonë që qitë sen në Kosovë e ka bë Albin Kurti. Tash nuk e di cilën kena mja një në të dikush, për shembull, ka lënë kryeministri Kurti, e kryen mandatin, nështë ta mund të më bë prapë kryeministri, po prapë po një gjë në Kosovë me përmend që çita e ka bë Albin Kurti. A për shembull që shket punat e Thaçi ja përmeni, për shembull ja përmeni luftën e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, shpalljen e pavarësisë të Kosovës, ja përmeni infrastrukturën, çta autostradat që pikalojnë anë tek Kurti ai tjetri, kohën e ashimit ju mba. Më thonë, tash ti mund dikush mos me desh, me dash, po ato shka e ka do të m'ja dhanë. Edhe Kurtit nuk ja mohova,
ka punu në integrimin e veriut, për shembull, por nuk ka diçka që Kosovën e ka zhvilluar. Nuk ka diçka që na, gjeneratat e tona, mujna me mojt men që ka bë diçka që Kosovës i jetë emën Albin Kurti. Çka po bën tash edhe tutje Qazim Ramani? Tash momentalisht jemi në procesin zgjedhor të zgjedhjeve lokale, jam me energjit plot, me fuqit plot, me gjithë mekanizmin institucional, politik, jam duke punuar me rrethin, me partijen, me strukturat, që të punojmë të arrim fitore në 3 komunat, jem duke garuar në Ferizaj, Fushë Kosovë dhe Lipjan, kem një ekip të mirë, një ekip fuqishëm, një ekip edukues, dhe ky ekip mendoj që do të jetë ekipi fitues i Partisë Demokratike të Ashkalive të Kosovës, do ta përfaqësojnë me dignitet, kulturë, edukim e seriozitet popullin Ashkali në këto 3 komuna. Jam duke jap më të mirën të mundshme nga vetja ime se në secilën komunë kemi përfaqësim. Po mendona që të reorganizoj partijen më së miri, po mendona edhe që në të ardhmen zgjedhjet parlamentare nuk do të jenë larg, mendoj që dikon në janar shkurt do të kemi edhe zgjedhje parlamentare, mendoj që të kthejna kuvendit Kosovës të fitoj. Unë i fitova zgjedhjet e kaluar në aspektin e votave të Kosovës, po me votat diasporës e banë një përzierje mikser për shkak ndryshimeve që ata dëshirojshin. Ajo tim tjetër u marr sistemi ligjor me ta. Por tani për tani jam duke reorganizuar e fuqizuar Partinë Demokratike të Ashkalit të Kosovës, jam të integru gjeneratat edhe të kalume që kanë dalë për PDAK-s janë të u kthy. Gjenerata e re është duke u integru në strukturat e PDAK-s, janë duke dhënë kontribut madh dhe i falenderoj të gjithë simpatizant, antarët, gjeneratat e cilët po vinë për me kontribu në PDAK dhe për t'ja kthy identitetin e Ashkalive. PDAK-ja identiteti i Ashkalive, PDAK-ja është partia e parë, PDAK-ja është resurs kombëtar i Ashkalive dhe mendoj me njerëzit e vullnetit mirë, me njerëz të cilët dinë, guxojnë dhe dojnë, kena me kthy aty ku ka qenë PDAK-ja dhe përfaqësimin e Ashkalive në institucionet e Kosovës. Çfarë mesazhi do t'jepni, do të përcjellnit gjeneratës së re që dëshiron të angazhohet në politikën e shoqëri? Së pari do të kenë guxim, do të kenë dije, do të kenë edukim e kulturë për më marrë me politikë. Këto ja preferoj të gjithëve që ta kenë guximin. Kosova e lira, demokratike, nëse e kanë vullnetin mirë, kontriboni për popullin tuaj, kontriboni për vendin tuaj. Politika do të edhe më koni lindur, do të më koni lindur për ta. Nuk ka që gjithkosh do të më mirë me politikë. Kështu që atë profesion që e dani, bane. Grani punës, mos u dëshprani, edhe për gjitha sakrificat që mund të dalin gjatë rrugtimit, por ato të i kalohen, veç 2 sene në jetë nuk të i kalohen. Pleqëria dhe vdekja, gjëra tjera kanë zgjidhje. Dhe gjithçka mund të bëhet vetëm me punë, angazhim, edukim, përkraje, unitet, dashuri, dhe kjo njerin e motivon dhe secili e tretë Kosovës, respektivisht komunitetit Ashkali, kam dëshirë me pa në aspiratat e tyre të jetës duke arritur më të mirën të mundshme. Faleminderit shumë. Faleminderit nga ju.